arsyeja që po pranon një diktat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht që do të finalizohet me një marrëveshje për të ruajtur regjimin e Ayatollahut, i cili është që ka revolucioni islamik deri në ditët e sotme, për të hequr dorë nga armët bërthamore, edhe me një farë mënyrë për qëndruar në heshtje dhe në pasivitet në rajon për disa vite. Por në thelb urrëtia tashmë historike dhe fetare mes iranianëve dhe Iranit dhe Izraelit dhe izraelitëve është një urrëtie e cila nuk mund të kalohet kaq shpejt dhe me një imponim. Që do të thotë konflikti mund të shpërthejë sërish, thënë kështu. Nëse nuk shpërthen konflikti, është paranoja e udhëheqjes së Iranit për shpëtuar vetvete, duke pasur parasysh që ne kemi precedent të gjashëm ku Saddam Hussein ishte ai që u dënua nga një gjykatë irakiene dhe pastaj u var. Pra, Ayatollahu do të shpëtojë trashëgiminë e tij kulturore institucionale të një shteti islamik sui generis, le të themi, për shkak të mënyrës se si është ndërtuar konstituta, por në vetvete do të shpëtojë edhe jetën e tij apo jetën e familjarëve të ngushtë. Por në thelb, unë mendoj që Donald Trump nuk është për një paqe të kësaj lloji natyre. Unë mendoj që qëllimi final i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është rrëzimi i Iranit, dhe unë mendoj që do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do ta kërkojnë në një mënyrë ose një tjetër për të vazhduar ky konflikt. Dhe pa ashtu dhe vetë qëllimi final i Izraelit është që Iranit mos jetë një shtet i qëndrueshëm, edhe pse teknokrat në kuptimin e funksionimit, pra mos jetë një shtet solid, mos ketë një qëndrueshmëri të fortë politike dhe mos ketë mundësi për larta të organizimit ushtarak. Pra, qëllimi i Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është të kthehet në një Irak të dytë apo në një Siri të dytë apo në një Libi të dytë. Pra, kjo ka lidhje me sistemi dhe me regjimin dhe jo me programin bërthamor, për ta kuptuar qartë qëllimin e nisjes së konfliktit nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit? Atëherë, që të kuptojmë, sepse termi sovranitetit interpretohet ndryshe nga persona të ndryshëm edhe në kuptimin juridik. Është e vërtetë që çdo vend teorikisht ka të drejtë të ketë sovranitetin dhe ta organizojë atë në mënyrën që ai shikon të domosdoshme dhe të dobishme, por sigurisht kjo duhet të jetë në raport të drejtë për të drejtat ndërkombëtare dhe në raport me qasjen që ka ky shtet me të tjerët. Është një lloj kur dikush kërkon të marrë një leje me armë, një ndër pyetjet kryesore që i bëjnë, thonë a ke konflikt me dikë? Dhe normalisht si mund t'i jepet e leja që Iranit posedoj armët atomike bërthamore, ku politika të paktën 40 vjeçare e Iranit është orientuar në mënyrë funksionale dhe zyrtare për të zhdukur nga ekzistenca shtetin e Izraelit, dhe po ashtu është një politikë e cila në vetvete edhe për shkak të përbërjes dhe të mënyrës funksionimit të institucioneve dhe të vetë Republikës Islamike ka përgjigje të mëdha radikalizimi dhe ka përgjigje të mëdha që nëse Irani do ta posedonte një armë të tillë atomike, mund të kishte shumë gjasa që mund ta përdorte përballë Izraelit. Pra kjo është arsyeja që nuk mund t'i lejohet e drejta e mbajtjes së armës atomike një shteti të ngjashëm si Irani, i cili në diskursin e saj të diplomacisë ndërkombëtare kërcënon vazhdimisht për zhdukjen e një shteti tjetër, i cili tashmë është një fakt juridik, është një fakt praktik dhe mbi gjitha është një fakt fizik. Por kjo nuk duhet ngatrohet me çështjet e palestinezëve dhe nuk duhet ngatrohet pastaj me çështjen e Gazës, janë çështje të tjera. Mirë, Alban, kam edhe një pyetje, meqense ky konflikt përfundoi në 12 ditë, 12-13 ditë, pati një armpushim, një vendosmëri u duk nga ana e Donald Trump për t'i dhënë fund, megjithatë kjo do shihet. Përse nuk ka një strategji të tillë, një vendim të tillë, një armpushim edhe për luftën në Gaza, ku çdo ditë më tepër ka viktima? Sepse për fat të keq Gaza dhe palestinezët nuk janë një entitet shtetëror, dhe kapacitetet e tyre institucionale, shtetërore, ushtarake edhe ekonomike nuk përbëjnë rrezik për askënd, dhe duke qenë që nuk përbëjnë rrezik për askënd, nuk merren parasysh as në këtë vështrimin e drejtave dhe lirive themelore të njeriut për ta negociuar ose për ta pasur partner që Hamasi përbën një rrezik të madh për Izraelin. Ndoshta jo palestinezët, por Hamasi po. Paktën
Ky është Hamasi tani sipas të gjitha literaturave të paktën perëndimore konsiderohet një organizatë terroriste. Pra, por që reagimi i këtyre muajve i Izraelit në Palestinë sigurisht nuk është të proporcion me atë sulmin e famshëm të tetorit, i cili është i dënueshëm, i padrejtë, është totalisht i papranueshëm, por nuk, domethënë, të bombardosh pafundësisht